Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi, si gjithmonë në fillim nëpërmjet titujve në faqet e para të disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas me zëra qytetarësh plotësojmë tablon e informacioneve të këtij mëngjesi në këndvështrimet qytetare mbi realitetet tona të përbashkëta. Gazeta Panorama sjell titujt dëmi 240 milion euro, shiti energji jashtë bursës dhe dha koncesion për një pensionist misterioz. Hetimi i ri për Ballukun, skema. Gazmend Bardhi ngriti akuzat e reja ndaj ministres Balluku, duke deklaruar se struktura e posaçme antikorrupsion po heton një tjetër çështje që lidhet me shitblerjen e energjisë jashtë bursës shqiptare. Bardhi njoftoi një kallëzim të ri penal në strukturën e posaçme antikorrupsion për koncesionin e Triportit në Vlorë. Sipas tij, ministri afirmosi 60 milion euro koncesion për një kompani të drejtuar nga një pensionist. Lajmi mirë që rasti u zbulua. Mesazhi fort i Bashkimit Evropian pasi struktura e posaçme antikorrupsion mori të pandehur Ballukun. Drejtësia po lufton korrupsionin. Procesi është ringjallur. Rama kërkon në Bruksel njohje për përpjekjet e Shqipërisë për integrimin. Ne jemi gati. Bashkimi Evropian raportoi regres për lirinë e medias. Alarmi aktivistëve. News 24 rasti konkret i ndërhyrjes së shtetit. Ambasadori hollandez. Gazetarët duhet të mbrohen nga presioni. Dosja Metamorfoza. Me sa vite burg i dënoi gjykata kundër krimit organizuar 7 të pandehurit. Të përndjekurit kësti i pest. Lista me 14.000 trashëgimtarët në pritje të pagesës. Mozaiku Shqipëria. Gruaja pa flok. Zahej. Jo ndërhyrje në veprën origjinale. Nga Anila Jole botohet opinioni me titull Struktura e posaçme antikorrupsion në provë. Apo sfidohet drejtësia nga zvarritja çështjes Balluku? Nga Lorenz Vangjeli, Edi Ramën sot e shpjegon vetëm letërsia, kurse nesër kismet. Nga Edison Ypi botohet opinioni me titull Letarg. Nga Shpendi Topollaj, dosja Krimet në Mosines dhe vëllezërve. Enveri urdhëroi djajt e kuq kundër nesh. Letra që paralajmëroi vrasjet e kokalarëve, hakmarrja, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, vetting akademik. Fakultetet kthehen në çeta korrupsioni, nepotizmi dhe presioni seksual. Anketa. Shqipëria po kalon një periudhë të vështirë në arsim dhe numri i studentëve po vjen në rënje. Në fakultete, korrupsioni nuk është më thashethem, por përvojë direkte. Ndaj mbi 44% e studentëve kërkojnë vetting akademik. 9 nga 10 studentë pranojnë ekzistencën e korrupsionit, ndërsa presioni seksual në ambientet e fakulteteve vazhdon të jetë një realitet i heshtur dhe i vështirë për t'u adresuar. 1 në 10 studentë pranojnë se kanë ofruar rishfet, ndërkohë 54.1% shprehen se kanë pak ose as pak besim në trajtimin e korrupsionit nga fakultetet. Këshillat e etikës në 4 vite kanë trajtuar vetëm 16 çështje në 8 universitete. Prokurorit kanë akuzuar për korrupsion 50 pedagog. Ja anketa e plot, që botohet në brendësi të gazetës Telegraf. Rrëfimi, Larisa Fjodorova, vajza e studentit shqiptar. Dosje, takimi me babain nga Dukati i Vlorës, që më la në barkun e nënës në vitin 1961, dhe si erdhi dhe më takoi në 1991 në San Petersburg në moshën 30 vjeçe. Vizita ime në Shqipëri në 2015 për të bërë realitet amanetin e nënës, dhe si mbeta e befasuar nga mikpritja e rrallë e njerëzve të gjakut tim, që vetëm tek shqiptarët e gjenë si tradit. Nga Toma Gëllçi botohet opinioni me titull Arti i humbjes së përjetshme. Nga Ilir Çumani, Teofil Axhiani, aktori që bëri Shqipërinë të buzëqesh. Kryeministri Rama, në forumin e zgjerimit të Bashkimit Evropian në Bruksel, 92% e shqiptarëve mbështesin Bashkimin Evropian. Integrimi prioritet kombëtar. Opozita shqiptare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miliona për Vil Manushin për fushat edukuese. Nesho, pa çmontuar kapjen e shtetit, Shqipëria mbetet larg Europës. Eksperti Koço Broka, jap se qeveria duhet të ndryshojë në rritje shifrat e shpenzimeve të sigurimeve shoqërore në buxhetin e 2026-s. Kronik, belgët, holandezët e francezët
sjellin dosjet e drogës dhe investimeve strategjike për strukturën e posaçme antikorrupsion. Ata i mbajnë në sirtar. Ministra britanike, 700 familje shqiptare do dëbohen nga Anglia. Trump godet si në Loan, blokohet perandoria e familjes shqiptare. Kërcënohet prokurori belg që hetoi çështjen Toyota Yaris. Sociale, apartamentet në Tiranë, ja si do ndryshojnë çmimet sipas zonave. Ligji i punësimit, Strasburgu merr çështjen e studentëve të mjekësisë. Misri serb me alfatoksin B1, kërdin edhe te pulat në Shqipëri. Dosje, përgatitur nga Agron Mema, rrëfimet rëndise të Xhafer Xhelilit, vllai të shoqëruesit të Harry Fulcit, dhe pse zgjodhi Fulci vllain tim Mehmetin për shoqërues dhe përkthyes. Pas arratisjes së vllait na mbyllën në Kalane Gjirokastrës dhe më vonë në kampet e internimit të Tepelenës dhe Krujës, ndërsa vllain shoqëruesin e Harry Fulcit e pushkatuan, së bashku me babain dhe vjerin. Mozaik dhe aktualitet, mjekësi, skleroze e shumëfisht, si ta kuptoni sipas simptomave dhe moshat më të prekura, ja roli i hormoneve në organizëm. Not, Florika Bebri, bisha e detit që dhe sot noton si kampione, historia si ish notarja e Butrinti, Dinamës dhe Komtares. Janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Dita, nga Lorenz Vangjeli, botohet shkrimi Rama dhe gjumi i thellë i mbingopjes. Generali që ka fituar deri tani çdo betejë nuk ka mundur ende të fitojë luftën finale, atë me veten. Ndoshta nuk ka haruar që kur Gomerët hyn në tempull, shndrohet tempulli në stall dhe jo Gomerët në profet. Politikanit atipik, i fundit i këtij tranzicioni që ai vet do ta mbyll, i nevojitet divorci me dashuritë e rreme dhe servilët e mrekullueshëm që din të thonë fiksa atë që atij i pëlqen të dëgjoj për momentin. Detajet e një raporti kanadez, vëllezërit hysa të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, transferta të dyshimta miliona dollar drejt Shqipërisë. Vetëm një restorant që mban emrin e bashkëshortes Mirela dhe që ndodhet brenda një kazino e luksi, dyshohet se dërgoi 28 milion dollar në Shqipëri dhe disa vende të tjera brenda një viti. Moti i keq, rreshjet e dëndura të shiut shkaktojnë dëme, veçanërisht në Kurbin dhe në Durrës. Pritet përkeqësim. Sinoptikanët kanë parashikuar vijimin e shirave gjatë gjithë javës. Në këmbim të çfarë vazhdon të tradhtojë Saliu ëndrat e popullit opozitar. Ky është titulli një komenti nga Carlo Bolino, ku nënvizohet se zgjedhjet e pjesme lokale dhe dështimi protestës së fundit janë shenjat i qarta se militantët e opozitës janë ndryshe nga pak shërbëtorët e mbetur të oborit. Ata nuk besojnë më te Bajraktari. Intervista, kujt po ja lini këtë vend? Rrëfimi panjohur i ish presidentit Mojsiu, si u arratisa nga Shqipëria, një kujtim dramatik nga një prej periudhave më të trazuara të jetës së tij. Emërimet në bashki. Historia e një kulle të liqeni i thatë. Plani Mahmud, Britania do dëbojë 700 familje shqiptare. Rubrika e shëndetit, një zakon i rrezikshëm që me kalimin e kohës shkakton tumorin e pankreasit. Çfarë duhet të shmangin patjetër ata që kanë histori familjare me këtë lloj kanceri? Pse rekomandohet zgjerrja e lëkurave të portokallit në uthull? Disa ushqime që kurojnë dhjamosjen e mëlçisë, ushqime për mëngjes. Janë shkrime që vinë titujt e cilëve vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, Clark përmbyll dëshminë e tij në Hag. Thaçi nuk ma përgjegjësi për aktet e dhunës në Kosovë. Wesley Clark, generali pensionuar amerikan, dëshmoi për 2 ditë në mbrojtje të Hashim Thachit në Hag. Në ditën e parë të dëshmisë ai tha se Thaçi nuk e udhëhiqte UÇK-n, dhe se ajo s'kishte zinxhir komandues. Ndërkaq në ditën e dytë tha se Thaçi nuk mante përgjegjësi për aktet e dhunës në Kosovë. Në fund të dëshmisë së tij, ai kërkoi trupit gjykues që ta lejonte të jetë një vlerësim të tij për rastin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s. Ai përsëriti bindjen që Thaçi nuk ma përgjegjësi për aktet e dhunës apo hakmarrjes që ka ndodhur në Kosovë. Agjencia e Menaxhimit Emergjent, situata me vërshimet nën kontroll.
Për 9 muaj morën trajtim mjekësor në qendrën kombëtare universitare të Kosovës 77.655 pacient. Kurti uron Bedri Hamzën për zgjedhjen kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Një opinion nga akademik Arsim Bajrami mban titullin Dëshmia e Wesley Clarkut e vërteta e luftës në Kosovë. Aktuale, Këshilli i Sigurimit i Organizatës Kombeve të Bashkuara e miraton rezolutën për planin e Trumpit për Gazën. Kurti, mbi 12.000 gra të punësuara drejt për drejt nga programet e punësimit. Ekonomi, prodhuesit në krizë. Liberalizimi i energjisë, rriti çmimet, uli kapacitetet. Sport, pendohet Juventusi. Tani e duan me çdo kusht Granit Xhakën 10. Janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Kalojmë tani në disa prej portaleve dhe gazetave online. Fillojmë me ABC News Albania. Moti i keq përfshin vendin. Ministria e Shëndetësisë plan masash për menaxhimin e situatës. Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhoma e përfaqësuese jep dritën jeshile për publikimin e dosjeve të Epsteinit. Italia synon marrëdhënie afatgjata. Ambasadori italian në Shqipëri studiojnë 800 studentë italian. Aleanca Itali-Shqipëri të ndërtohet tani. Ambasadori, jemi mirënjohës. Më shumë se 1 milion shqiptar janë kontribues në ekonominë italiane. 91% e shqiptarëve në favor të antarësimit. Ambasadori italian, synimi për të antarësuar në Bashkimin Evropian në 2030 është objektiv ambicioz. Bashkëpunimi dypalësh duhet punë politike dhe institucionale. Në rubrikën politik, Rama, kemi kryer detyrat. Shqipëria është gati të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian. Kemi treguar rezultate me reforma. I sjellim Evropës shpirtin e dikurshëm. Hapëm të një grup kapitujt në kohë rekord, citohet Rama në rubrikën politik të ABC News Albania. Më tej vijojnë titujt e tjerë. Berisha, do shkoj në SPAK. Plumba nga armë të shtetit. Pranon krimin shtetëror të 21 janarit pa dashje. Të udhëhiqemi nga rekomandimet e Odirit, gjiknurit e zgjedhorja. Debatin të zhvillojmë brenda kësaj salle. Sondazhi 21 janari faji Berishës. Zëri shqiptarëve, mbi 80% mendojnë se urdhëroi vrasjet. Kalojmë tani tek Start News, nis punën Komisioni i Reformës Zgjedhore. Ja çfarë deklaruan bashkëkryetarët nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, Gjiknuri dhe Bylykbashi. Tirana pret të premten samitin rajonal. Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Evropian diskutojnë rrugën drejt integrimit ekonomik. Bashkimi Evropian kërkon ndryshim të kulturës politike. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos, SPAK po jep rezultate, por kjo nuk mjafton. Raporti kontrollit të lartë të shtetit, 245 projekte në minutë të fundit. Si dhjetori 2024-s glabëroi buxhetin me shpenzime rekord. Aktualitet, Aulon Kalaja, as të tretën herë kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj nuk paraqitet në gjykat në padinë që ka bërë ndaj meje. Politologu Krasniqi, Partia Demokratike e organizon aksionin në varësi të thirrjeve të strukturës posaçme antikorrupsion. Deputetët shkojnë në parlament pa patur një strategji. Kreshik Spahiu zbulon paktin Berisha-Rama, Berisha dhe Rama do të ndryshojnë në 30 dhjetor kushtetutën. Imoraliteti këmbkryq, flutura ashka, jeni tallur me demokratët, ikni me nder nëse ju ka ngelur një fije. Duhanpirja, alkooli, obeziteti, barë në rritje nga sëmundjet kronike. Ekonomi, shoqata e përpunuesve të qumshtit kërkon unifikimin e TVSH-s, 10% në blerje dhe shitje. Makinat elektrike, 42.4% e autoveturave janë me 0 kilometra. Kapitalizimi i sektorit bankar arriti niveli më të lartë historik në fund të 3 mujorit të tretë. Qeverisë i dalin duarsh koncesionet të partneritetit publik dhe privat. Politik, qëndrojmë me kokën lartë. Rama në Bruksel, hapëm grup kapitujt për 14 muaj, 5 të mirat që sjell zgjerimi sipas kryeministrit. Berishën nuk e besojnë as deputetët e tij. Dashnor Sula i ka çuar në vllavrasje. Partia Demokratike është duke falimentuar. Sot shkon në SPAK për 21 janarin. Berisha dje për mediat. Ishte vrasje shtetërore pa dashje. Hetimi është politik. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste bien dakord për të bërë mocion me debat në kuvend
për situatën e krimit, ja pakti në konferencën e kryetarëve. Nuk ishte në protest, Ilir Ali Mehmeti, Këshilli Kombëtar nuk u pyet për aksionin. Partia Demokratike ka nevojë për një census të antarësisë së saj. Dorëheqja e drejtorëve në përbashki, Mazniku, Partia Socialiste vetë korrigjohet, nuk është ndërhyrje e ekzekutivit. Në rubrikën opinion, nga Andi Mustafaj, bëtohet shkrimi Mekanika e protestave brenda një autokracie. Vetëm një xhiro nga bulevardi dhe propaganda në therrë me sarkazëm. Opozita nuk fiton dot asgjë. Nga Arian Galdini, kurazia merr frymë rënd, Adriatiku dridhet në heshtje. Nga Pal Nikolli, Shqipëria midis gjeografisë së bekuar dhe ekonomisë së munguar. Kultur, partiturat e humbura të Bach luajnë për herë të parë në 320 vjet. Shqipëria interes në rritje si lokacion për xhirim e filmash ndërkombëtar. Gonxha, buxheti 2026 rritje me 20%. Kultura merr financimin më të madh. Rajoni, presidentja Vjosa Osmani, Bashkimi Evropian të heq masat ndaj Kosovës. Vjosa Osmani mandatoi Glau Konjusën për formimin e ekzekutivit. Sot mbahet seanca për qeverinë e re të Kosovës. Ngërçi politik në Kosovë, ministri i jashtëm i Gjermanisë, duhet sa më shpejt një qeveri e aftë për veprim. Janë titujt që vinë në faqen e parë të portalit Start News. Gazeta Standard, rritja e pensioneve, fasade e Ramës. 2/3 të moshuarve mbeten jashtë skemës së re. Razona, Agenda 2030 ka arritur të dominojë Europën. Kontinenti brenda pak kohe do të skllavërohet plotësisht nga një grup sociopatësh pervers. Qeverisë i dalin duash koncesionet e partneritetit publik dhe privat. Ku shkuan 140 milion euro? Ahmeta e zbar skemën e tunelit dhe akuzon Spakun. Berisha, Edvin, nga ky shesh do të vijë fundi yt. Mafia shqiptare do vriste kryeprokurorin belg. Gazeta Le Soir sjell detaje tronditëse. Donin të terrorizonin Evropën. Deputetët e Partisë Demokratike takime zyrtarin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Bardhi, qeveria e lidhur me krimin nuk mund të udhëheqë vendin. Shfryhet dosja Metamorfoza. Olton Bistri dhe ish prokurori Lita lirohen nga gjykata. Vrasja e Martin Canit, prindrit, akuza të forta ndaj drejtuesve të shkollës, janë shkrime që vinë në faqen kryesore të Gazetës Standard në versionin online. Gazeta Tema, riurt Derkuce. Trump humb kontrollin dhe ofendon gazetaren e Bloomberg. 8 milion shi i lobimit. Përse Evi Kokalari përmendi sanksionet e reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Neritan Ceka, klasa politike shqiptare vjen nga katundet. Nuk ka programe dhe ideale. Jo, faj nuk e ka më Saliu, por ata pak shërbëtor të verbër që e mbështesin ende. Klani mafios shqiptar, 1 milion euro për të vrarë prokurorin belg. Avionët e padukshëm amerikan dhe rus sfidojnë njëri tjetrin në Dubai. A është gati të shpërtej fluska inteligjencës artificiale dhe çfarë po i tremb analistët? Kryebashkiaku i Stambollit Letër Veliajt, kam bindjen se drejtësia edhe kur vonohet nuk mund të mohohet. Gallat në rrjet, si e sheh protestën Zeni TV dhe si është në realitet. Do të djeg në more nusën, mesazhet kërcënuese para vrasjes së Sulo Halilit. Granit Xhaka flet pasi u vërshëllye, jam i befasuar, dhem, por më duhet ta pranoj. Kosova e mbyll me nder fushatën kualifikuese. Dardanët ndalin Zvicrën në Prishtinë dhe shohin nga play-offi. Dhoma e përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës voton për të detyruar Departamentin e Drejtësisë të publikojë të gjithë dosjen Epstein. A mund të sjell Trump paqen në Gaz? Editoriali shkruar nga Merobaze mban titullin I njëjti krim, i njëjti prokuror dhe i njëjti kriminal 15 vite më pas. Antena brenda familjes. Muli interesohet për shpikjen e Roskovecit për arrest shtëpie. Janë shkrime që vinë në gazetën Tema. Gazeta Kosova Sot, mosbesimi i qytetarëve të Kosovës ndaj partive politike është vënë re në mënyrë të dukshme. Vadeful, Kosova të filloj hapat për themelimin e asociacionit. Shmangni lëvizjet për lumenjve dhe kanaleve të ujrave, vjen njoftimi në gazetën Kosova Sot. Mandël, masat kundër Kosovës kanë qenë gjithmonë një ide e keqe.
Burjani, Rozeta Hajdari duhet këtë prova që vërtetojnë pafajësinë e saj. Kos, në Kosovë na duhet një qeveri pasi nuk kam me këtë bisedoj, janë titujt që vinë në faqen e kryesore të gazetës Kosova Sot. Gazeta Mapo rikthehet sërish me këtë emër gazeta që mbush 20 vjet përpara lexuesve, rikthehet me një editorial nga Pres Zogaj. Mapo, një media e fjalës së shkruar, imazhit dhe të folurit. Mëtej sjell titujt e tjerë. Epokë e re, një logo e 20 vjeçare. Mapo rikthehet me vizion dhe risi në drejtimin e Pres Zogajt. Ministri Vengu tregon situatën e përmbytjeve në vend, zonat më të prekura. Përmbytjet në Kurbin, deputetët e Partisë Demokratike, qytetarët në mëshirë të fatit. Ali Mehmeti kritika protestës së Partisë Demokratike, çaloi se organizua nga deputetët e listave të mbyllura. Erion Velie Leqelin do të jetë në Këshillin Bashkiak në datën 21 nëntor. Jepet firma nga këshilltarët. 1 milion euro nga mafia shqiptare për vrasjen e prokurorit belg, 8 veta në pranga. Qeveria kufizon pagesat kesh. Çfarë duhet të dini për transaksionet e mëdha? Një opinion nga Ekrem Spaju mban titullin Degradimi i demokracisë në vend, shtrat pjellor për krimin. Nga Roland Lami, Çadra e pushtetit paralel. In memoriam Artur Zhej, miq dhe bashkëpunëtorët përkujtojnë ish drejtuesin e gazetës Mapo. Janë shkrime që vinë në faqen kryesore të gazetës Mapo. Kalojmë tani tek Alfa Press, rritja e pensioneve, fasade Ramës. 2/3 të moshuarve mbeten jashtë skemës së re. Vjen dhe në këto portal shifra, kjo shifër që përgënjeshtron deklaratat e bëra në realitete. Komisionerja e Bashkimit Evropian Marta Kos përshëndet marrjen të pandehur nga SPAK të Ballukut. Hap përpara që u zbulua. Nga Ermal Peçi botohet editoriali Foltore kundër Bashës ja paguante Rama. Foltoren kundër Ramës s'ka kush të paguaj. Politologu Krasniqi, Partia Demokratike organizon aksionin në varësi të thirrjeve të SPAK-ut. Ali Mehmeti, Byllykbashi nuk duhet të jetë më bashkëkryetar për reformën zgjedhore. Pasi e shkarkoi Këshilli Bashkiak i Tiranës letër SPAK-ut, lejoni Erion Veliajn të jetë pjesë e mbledhjes së radhës. Afrim Krasniqi, deputetët e Partisë Demokratike shkojnë në parlament pa patur një strategji. Anton Abilekaj, Partia Demokratike duhet të dëgjojë, jo të flasë. Nëse njerëzit nuk vinë, është tregues se kanë humbur besimin. Aulon Kalaja, Partia Demokratike nuk mund të bëjë reformë zgjedhore me Damian Gjiknurin. Mungoj në protestën e Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti zbulon arsyet. Këshilli Kombëtar nuk u pyet për aksionin. Ironia epike e Lutfi Dervishit. Aq njerëz sa u mblodhën te Berisha, Partia Socialiste i ka në ndjekje penale nga SPAK-u. Telefonata duke bërtitur. Sheha ironizon Partinë Demokratike, flet për diktaturë dhe ulet me Ramën për reformën zgjedhore. Duan të kapin drejtësinë. Rikthimi i kufive, luftë, ekonomi, identitet, jap se bota po të sobëzohet sërish. Nuk e besojnë as deputetët e tij. Dashnor Sula i ka çuar në vllavrasje. Partia Demokratike është duke falimentuar. Komisioni për reformën zgjedhore, Murizi, opozita dhe mazhoranca bashkë për të mbajtur pushtetin. Janë shkrime që vinë në alfapress.al. Kalojmë tani tek faktor.al, analisti Lita. Të gjitha partitë e opozitës duhet të dalin në protesta. Në Partinë Demokratike nuk shkon mik askush. Lapaj sulmon Ramën dhe Berishën. Janë bashkë, i japin njëri tjetrit oksigjen. Veriu pa drita. 2 komshit e palasës ulen sërish në Tryez. Në Tiranë, e çmendur të Mileto Derzinj. Skema e Rakip Sulit me vëllezrit Osmani të shpresa.al përpara rritjes së biletës së autobusit të Kamzës. Edison Ypi shkruan sërish për mozaikun e Muzeut Kombëtar, o Bushtra. Zëvendës kryeministri Balluku udhëtim sekret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptari ekzekutohet me 2 plumba në Amerikë, menaxhon të restorante. Janë shkrime që vinë në faktor.al. Portali që mban titullin publik, Rama u tregon kufirin krerëve të Evropës. Dosja Metamorfoza, gjykata liron Oltion Bistrin dhe ish prokurorin. Banorja djeg shtëpinë që natën e parë, video në dush pushton rrjetin.
Luana e hodhi në gjyq, i gazetari Tozaj do nxjerr listën e eskortave. Moslia fenomenal, Kosova barazim historik përballë Zvicrës. Paralajmërimi frikshëm, më 30 dhjetor do ndryshohet kushtetuta. Këshilltarët socialistë lëpijnë aty ku kanë pështyr. Nuk ka punëtor, Zvicra hap dyert për emigrantët me paga të arta. Pamjet virale, Trump ofendon keq gazetaren, urt dërkuce, janë të shkrime që vinë në portalin që merr emrin publik. Agjencia e lajmeve online NOA rreshje shiu me intensitet të lartë, vjen parashikimi i motit për sot. Përmbysen llogarit, ja rivalet e mundshëm të Shqipërisë dhe Kosovës. Këshilli i Sigurimit miraton planin e paqes për Gazën. 13 antar votojnë pro rezolutës së Trump. Aratia Arben Ahmetaj dhe hetimi ndaj Belinda Ballukut. Marta Kos, një hap përpara, mund të ndodhë kudo. Plagoset një djalë i ri, policia e Fierit, autori është zhdukur. Situatë detajuar e shkaktuar nga moti keq në shkallë vendi. Janë shkrime që botojnë në mëngjesin e sotëm në Agjencinë e Lajmeve NOA. Kalojmë te Agjencia e Lajmeve VNA, nga shkarkimi i paligjshëm te letër lutje e Këshillit Bashkiak në SPAK për ta nxjerrë Erion Velie nga burgu. Tirana dhe Pazari Radhës i Edi Ramës. Ali Mehmeti distancohet nga foltorja e Partisë Demokratike. Nuk ishte protest, Këshilli Kombëtar nuk u pyet fare. Publikimi i letrës së Imam Ogly, a kërkon Velie të thotë se është viktimë e pushtetit? Një vit nga vrasja e Martin Canit, prindrit dhe shoqëria civile organizojnë protest homazh. Metamorfoza, gjykata kundër krimit organizuar shpall vendimin, lirohen me kohën e paraburgimit ish shefi operacionales Bistri dhe ish prokurori Lita. Rritja e çmimit të biletës Kamës Tiranë ekspozon konfliktin e interesit mes anëtarëve të Këshillit Bashkiak Demokrat dhe Socialist dhe kompanisë Shpresa.al. Berisha jep fund justifikimeve. Sot paraqitet në SPAK për 21 janarin. Pazar në dritë të diellit. Byllykbashi dhe Gjiknuri rihapin reformën zgjedhore. Listat merren të mbyllura dhe opozita e lodhur përdoret si dekor i marrëveshjeve Rama-Berisha. Ilir Beqaj kërkon akses për të parë provat e SPAK-ut. Seansa në gjykatën kundër krimit të organizuar shtyhet. Vrasja e Eglantin Progrës lën qelin 2 të dyshuarit. Ta kapim, ta rrjepim, ta torturojmë. A ishte atentati në Rinas prishje pazaresh apo goditje ndaj Shullazit, pista që çojnë te Durim Bami dhe përplasjet me grupin rival. Trump fyen gazetaren e Bloomberg me shprehjen urt dërkuce gjatë pyetjes për rastin Epstein. Në rubrikën Histori të harruara, 2 letra në ditën e çlirimit. Si Enveri urdhëroi Dalin Dreon të zbukuronte qytetin dhe të hapte kampet e përqendrimit. Janë shkrime që vinë në agjencinë VNA. Bold News, Shqipëria në sytë e kosit. Por Brukseli dhe Sureli janë të ndryshëm. Një strategjik me duar në xhepa, kush është avokati nga Rada që do ndërtoj kompleks 45 milion euro. Tenderi i Ballukut, ndërmjetësimi i Berberit dhe çmimi i fiksuar nga Greku. Rritja e pensioneve, fasade e Ramës. 2/3 të të moshuarve mbeten jashtë skemës së re. Prishje pazaresh apo goditje në Emiliano Shullazit, lidhja e atentatit në Rinas me Durim Bamin. Paqja fiskale, qeveria përgatitet të falë miliarda lek borxhe ndaj tatimeve dhe doganave. Janë shkrime që vinë në agjencinë e lajmeve Bold News. Gazeta Koajon, kryeministri Rama, po monitorojmë situatën e motit. Edi Rama sot e shpjegon vetëm letërsia, kurse nesër Kismet është titulli një komendi në gazetën Koajon. Analisti, Berisha nuk është i paaft, por është i konsumuar dhe i pavotueshëm. Zëvendës kryeministja Balluku tregon situatën e krijuar nga moti keq në mbar vendin. 4 bashkime të prekura nga moti keq. Ministri Vengu, gjendja alerti do të jetë për disa ditë. Rama publikon pamjet në gatishmëri për ballarreshjeve intensive, janë lajmet më të fundit që vinë në faqen kryesore të gazetës Koha Jon. Gazeta Koha që del në Prishtinë, fishek zjarr, fishkëllima dhe një pikë për Kosovën dhe Zvicrën. Nga Herve Robelli botohet opinioni ndikimi i Rusisë në zemër të Berlinit. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma shprehen se nuk ka vot as për buxhet, as për qeveri. Janë disa prej titujve që sjellin informacion më të fundit në gazetën Koha që del në Prishtinë. Portali Skyweb,
Koha për rikthimin e funksionalitetit të autoritetit mbikëqyrjes financiare. Adela Xhemali prezanton platformën Zgjerimi i tregut të sigurimeve dhe tregut të kapitaleve. Banka Europiane Rindërtim Zhvillimit bën gati tenderin për parkun fotovoltaik në Belgj, 40 milion euro investim. Pse nuk duhet i besoni verbërisht ato që ju thot inteligjenca artificiale? Enti regulatori energjetikës hap garën për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit, kushtet. Dyshime për pastrim parash, një kompani fantazëm blen në arena Casino nga Alpstar, kur shihet pas Lake Horizon janë tituj që vinë në skyweb.al, është portali që i kushtohet kryesisht ekonomisë. Portali Pamfleti, dhoma e përfaqësuesve jep okej publikimit të dosjeve të Epsteinit, pritet miratimi i Senatit dhe firma e presidentit. Këshilli Bashkiak kërkes Spakut, kërkon pjesëmarrjen e Veliajt në mbledhjen e së premtes. Sheikh Hasina nuk është e vetmja, 9 udhëheqësit që u dënuan me vdekje nga Mussolini të Saddami dhe Ceaușescu. Sondazh, Partia Demokratike nisi foltoret para kryeministrisë. A mendoni se do të prodhojnë rezultat? 16 vrasjet që terrorizuan Italinë. Kush është përbindësi i Firences? Diploma të pavlefshme, zgjedhje fantazëm dhe kapje totale institucionit të Universitetit të Sporteve në Tiranë. Çfarë ka ndodhur si sot në histori, vinë në faqen kryesore të portalit Pamfleti. CNA, kompensimi për fëmijët nën 18 vjeç do përfitohet edhe me 1 muaj punësim. Kualifikuesit mbyllen me dramë, vendosen vazot. Shqipëria dhe Kosova mësojnë kundërshtarët. Kosova barazon me Zvicrën, syt nga play-offi. Nga akset rrugore të furnizimi me energji elektrike. Analiza e situatës nga moti keq në vend. Karamushi zbulon pse jeton Lami nuk bashkëpunon me drejtësinë për të treguar fatin e Ervis Martinajt. Moti keq përfshim vendin. A duhet pezulluar mësimi për sigurinë e nxënësve? CNA e zbuloi, publikohet kërkesa e këshilltarëve socialistë për Veliajin. Ministria e Shëndetësisë publikon planin e masave për zonat e prekura nga përmbytjet. Apel qytetarëve, ndiqni njoftime zyrtare. Dokumentari në CNA, pjesa e 3, kontrolli masave dhe propaganda. Mund të ndiqni në portalin CNA në online sigurisht. Vazhdojmë tani me portalin Lajmi i fundit, fizikisht ose online. Këshilli Bashkiak letër Spakut dhe Drejtorisë së Burgjeve. Lejoni marrjen pjesë në mbledhjet e Erion Veliajt. Goditjen dhe Emiliana Shullazit, biseda tronditëse të Sky Encrochat. Moti i keq, probleme me energjinë elektrike në disa bashki, ja rrugët e bllokuara. Tradhti brenda grupit apo dorë policia. Detaje mbi atentatin në Rinas, si ra në prit Gilman Dodani dhe Muçi Shaljani. Rrezik nga përmbytjet, Lumi Vjosa rrezikon të dalë nga shtrati, përforcohet argjenatura. Në Prishtinë mbyllen shkollat, përmbytje dhe në Kosovë, autoritetet paralajmërojnë, me e keqja nuk ka kaluar, janë informacione më të fundit që vinë tek portali që mban titullin Lajmi i fundit. Gazeta Bulevard zbardhen intrigat. Aeroporti Vlorës pa administrator. Pacolli tentoi të asgjësoj Valon Ademin. Balluku e premtoi 4 vjet më parë. Urat e 5 maj nuk është ndërtuar akoma, edhe pse Unaza e Madhe e Tiranës u hap në 2024. Një strategjik me duar në xhepa. Kush është avokati nga Rade Durrësi që do ndërtoj kompleks 45 milion euro. Belinda bëri tenderin, Berberi Saj mbylli pazarin, Greku fiksoi çmimin. Një vit nga vrasja e Martin Sanit, flet nëna, nuk e meritonte atë. Sulm apo problem teknik, bllokohen portalet shqiptare, reagon Claude Flair. Në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Prag tragjedie, tragedi Vlorë Brindisi rrezikon të përplasë me kalatën e portit. Janë shkrime që vinë në gazetën Bulevard. Gazeta Durrës, portali Durrës Lajm, Durrës, Leo Xhangolin poshtë boksierin anglez dhe fiton brezin e artë të Titans Fight 6. Maksim Marku, burri që i dha shikim dhe qartësi Durrësit, të vjen portreti i biznesmenit. Përmbytjet në Durrës, 220 hektar tokë bujqësore në ujë, ja zona me e prekur. Rreziku nga përmbytjet si paraqitet situata në qarkun e Durrësit, mund të lexoni në brendësi të portalit të Durrës Lajm, përveç portaleve të tjera. Kemi sjellë kështu informacione më të fundit përmes disa gazetave dhe portaleve online.
E tani si gjithmonë ju luftoj në numrin tonë të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.